Komisioni Mbrojtjes në Këshillin e Lartë të Prokurorisë ka vendosur të forcojë masat e sigurisë për një numër prokurorësh të prokurorisë së posaçme për shkak të rrezikut që lidhet me hetimin e çështjeve të ndjeshme dhe me ndikim të madh publik. Në këtë vendim përfshihet edhe ish-kreu i SPAK-ut, prokurori Altin Dumani, për të cilin do të vijojë mbrojtja e shtuar. Nisma për rritjen e sigurisë është ndërmarrë nga drejtuesi i SPAK-ut Klodian Braho, i cili ka vlerësuar se presioni dhe rreziqet janë shtuar si pasojë e dosjeve të rëndësishme që po hetohen. Hetimet ku ka qenë i përfshirë Dumani, si gjatë drejtimit të SPAK-ut, ashtu edhe aktualisht, kanë tërhequr vëmendje të gjerë dhe kanë krijuar nevoja për masa mbrojtëse shtesë. Masat nuk kufizohen vetëm te Dumani, por shtrihen edhe te prokurorë të tjerë të strukturës së posaçme, të cilët po trajtojnë çështje që prekin interesa të fuqishme dhe figura të rëndësishme politike dhe ekonomike. Qëllimi i vendimit është të garantohet që prokurorët të ushtrojnë detyrën e tyre të pavarur, pa kërcënime apo ndikime, si dhe të mbrohet siguria e tyre personale. Altin Dumani është aktualisht pjesë e hetimeve në disa dosje të rëndësishme, përfshirë edhe atë që lidhet me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, çka ka rritur më tej ndjeshmërinë dhe nivelin e rrezikut për prokurorët e përfshirë në këto procese.